herët e kom kuptu që krejt që ka vlen është në ty. Edhe që ti realisht këto gjanat materiale, pozicionet, puna, fama, janë kaluse dhe mundën më zhduk brenda natës. Njësoj ka ndodhë me luftën, ma ndej. Dhe më thonë, krejt që ka është jeti, edhe ti qka ki mrenda. Po, qka ki mrenda, edhe kapaciteti jotë, edhe mundësit tuja. Nëse ki bo diçka ki me bo petë. A dhe kërkush ato së mënët me ti marë. Shtu që janë këto shkolla, vështire kom pas, pak të është, unë kom një moment, kur kom përfundu mas banaku ditën e parë, kur e kom qenë dyqanin, do me thonë, që nuk e haroj, edhe sa herë më kujtur, e kom një far stresit mrenëshëm, po, kom vazhdu. Vazhdojmë tutje. Me gjithat nuk je ndaj. Po, definitivisht. Mandej, kjo fusha e biznisit, mendoj që kjo vishta ka përforcu edhe në projekte të radhës. Po, ti tash fillon me punu, unë e kom kry fakultetin ekonomik, po realisht ti të mësën jeta edhe puna, unë në qatë dyqan e kom mësu qka është furnizimi, vetë nuk kom pas mundësi me majtë, me pagu kontabilist, jo, vetë e kom majtë librat, në atë ko ka qenë inflacioni shumë i madhë, edhe pse unë në fakultet kom mësu për inflacionin edhe për berzën, do me thonë, unë i kom pas aty afer markagjit, ju thëshim atëherë, do me thonë, i kom mësu që du të mi mshelë pare, që du të mi, do me thonë, jeta të mësën, prej pastrimit dyqanit, që e kom mirë mbajt vetë, prej kontabilitetit, prej raportimit, prej furnizimit, normal, ka ndimu edhe vlau, do me thonë, krejt ti mësën gjatë kohës.